Dashi. Gjatë kësaj dite, sektori profesional do privilegjohet dhe mund të keni suksese të mëdha, vetëm nëse tregojeni realist dhe të duruar. Nëse jeni në një lidhje, ekziston rreziku i kontradiktave. Kohët e fundit nuk mendoni mjaft për partnerin, duke e lënë atë pas dore dhe duke krijuar boshllëk me çift. Nëse nuk doni ta humbni, ndryshoni sjellje dhe kushtojini më shumë vëmendje emocioneve të përbashkëta. Ju beqarët veproni pa frikë dhe mund të nisni një lidhje që ka shanse të zgjasë gjallë. Në punë do përballeni me shumë sfida, por do mund të fitoni admirimin e kolegëve. Ata shpesh do ju kërkojnë këshilla. Sektori financiar do i kalojë fazat delikate, ndaj shpenzimet e rënda shmangini në mënyrë strikte. Demi. Saturni do ju ofrojë energji të jashtëzakonshme gjatë kësaj dite, që do ju shtyt të përfundoni punët me vendosmëri e këmbëngulje. Nëse jeni në një lidhje, dielli do ndikojë pozitivisht në marrëdhënien tuaj. Do kaloni momente të ëmbla, plot bashkëpunim me afrim, pa debatin e ditëve të fundit. Ju beqarët me shumë mundësi do takoheni me dikë që do ju çuditësë për natyrën e tij të veçantë. Pasionet do jenë të forta, por hapat duhen hedhur me maturi. Në punë, përqendrohuni dhe përdorni aftësitë tuaja të shkëlqyera. Çdo projekt i nisur do vësë mirë nëse jeni të organizuar dhe nuk dorëzoheni. Me financat tregohuni të matur, shmangni baste apo borxhe të panevojshme, pasi çdo gabim në shpenzime mund t'ju sjellë vështirësi të padëshiruara. Binjakë. Gjatë kësaj dite do reflektoni më shumë dhe do vendosni prioritetet që ju duhen për të përparuar. Nëse keni një lidhje, do jeni të durueshëm me bashkëpunues. Dialogu do jetë i frytshëm dhe do arrini të përmirësoni marrëdhënien me partnerin. Zemrat tuaja do jenë të hapura dhe ndjenja e ngrohtësisë midis jush të rritet. Ju beqarët nuk do kërkoni me ngulmi lidhje serioze, por vëmendja tek vetja e vetbesimi do ju bëjnë më atraktiv, pasionet do lindin natyrshëm. Në punë do i zbatoni planet me kujdes dhe do fitoni besimin e shefave. Çdo ide që keni mund të realizoni duke punuar me dëshirë e përkushtim. Financat do jenë të qëndrueshme, fal menaxhimit të mirë që do tregoni gjatë gjithë ditës. Daforia. Sot duhet të shmangni përplasje të kota, sepse ndikimi i Uranit mund t'u atrasojë humorin. Për ju të dashuruarit, bashkëpunimi me partnerin do jetë vendimtar, duke qëndruar më shpesh pranë tij, duke komunikuar hapur dhe duke ndarë shqetësimet, do arrini të sqaroni çdo keqkuptim. Ata që janë beqar do ndihen më të sigurt në takime dhe mund të fillojnë një lidhje të qetë dhe të qëndrueshme. Në punë, zbuloni mënyra të reja për të përballuar përgjegjësitë. Megjithse sfidat nuk do mungojnë, durimi dhe qetësia do ju ndihmojnë të tejkaloni çdo pengesë. Në marrëdhëniet me kolegët, mos i lini ziliqarët të pengojnë planet tuaja. Financat nisni t'i stabilizoni duke kursyer sa të mundeni, sepse futja e këmbënguljes në menaxhim do sjellë përmirësime të ndjeshme. Luani. Gjatë kësaj dite do shpërfaqni energji dhe guxim për të përballur me çfarëdo sfide. Nëse keni një lidhje, merreni frymëlirshëm. Dielli do ndikojë pozitivisht tek dashuria, duke arritur pasionin dhe ngrohtësinë mes jush. Edhe nëse keni kaluar një periudhë të tensionuar, sot do kuptoni vlerën e afërsisë dhe do mendoni për momente romantike. Ju beqarët do ndjeni magnetizëm të madh për dikë të veçantë. Melodi e parë e pasionit mund të fillojë menjëherë. Në punë të përqendruar e të organizuar, do arrini të përfundoni detyra të rëndësishme dhe të fitoni vlerësimin e kolegëve dhe shefave. Vetëm nga shpenzimet tregohuni të matur, mos lejoni që dëshira e momentit të dobësojë buxhetin. Virgjëresha. Sot do reflektoni për çdo vendim që do hidhni dhe do zgjidhni me më shumë regji. Nëse jeni në një lidhje, do keni nevojë të jeni më të kuptueshëm ndaj nevojave të njëri tjetrit. Dialogu i hapur do stabilizojë çdo keqkuptim. Toleranca dhe dashuria do shtojnë harmoninë midis jush. Beqarët mund të nxitohen, dashurirat do lindin ngadalë, por me sinqeritet, kështu që pritni derisa të keni siguri të plotë. Në punë do mani me kujdes projektet e reja dhe do tregoni aftësi të shkëlqyer organizimi. Edhe në situata delikate do jeni të qetë dhe do gjeni mënyra për të përfunduar të gjitha detyrat. Për financat duhet të veproni me kursim. Çdo shpenzim i tepruar do krijojë vështirësi nëse nuk bëheni të matur. Dëshorja. Gjatë kësaj dite do e tregoni veten të genial dhe të paritshëm. Çdo gjë që keni ëndërruar mund të arrini pa shumë komplikime. Fare ndikimit të Venusit, jetën tuaj në çift nuk do e trishtojë asnjë pengesë e vogël, do ndjeni afërsi e pasion në çdo çast. Nëse jeni beqar, dashuri me shikim të parë mund të lindë atëherë kur nuk e prisni. Kur të takoni këtë person, atraksioni do jetë i fuqishëm. Në punë, angazhohuni.
Me pasion të madh, do mbroheni nga vetë shpresa juaj dhe do fitoni respektin e kolegëve. Mund të mbani edhe postin e drejtuar me sukses. Në planin financiar do rrezikoni diçka për të përmirësuar situatën, por para çdo shpenzimi mendohuni 2 herë. Mos i jepni parat kot, sepse nafta e ditëve të ardhta mund të shtrojë shpejt. Akrepi. Tregohuni të arsyeshëm dhe të moderuar gjatë kësaj dite dhe keni për ta parë sa mirë do ju ecin gjërat, sidomos në dashuri dhe në planin profesional. Merkuri, planeti i komunikimit dhe i fjalëve, do jetë në anën tuaj dhe, nëse jeni në një lidhje, marrëdhënia me partnerin do jetë më e ngrohtë dhe bashkëpunuese se zakonisht. Ju beqarët do luftoni me vendosmëri për të arritur atë që dëshironi në çështjet e zemrës dhe do ja dini mban, sepse do jeni të guximshëm dhe të sinqertë. Në punë, askush nuk do ju sfidoj dot, hidhni hapa të sigurt drejt objektivave tuaja dhe mos hezitoni të pranoni përgjegjësi rol të ri. Financat kanë qenë të qëndrueshme së fundmi dhe sot do përmirësohen edhe më tepër. Disa fati do jetë i pashtershëm, kështu që mund t'i kryeni shpenzimet e domosdoshme pa frikë. Shigjetari. Edhe pse dita mund të nisë me tension, duhet të merrni vendime të rëndësishme për të avancuar. Nëse keni një lidhje, përpiquni të shihni pas mosmarrëveshjeve dhe të bini dakord me partnerin për gjithçka që ju shqetëson. Pas kësaj, jeta në çift do ju rikthejë qetësinë që keni parë së fundmi. Ju beqarët duhet t'i lini emocionet të shfaqen natyrshëm. Dikush do ju tërheqë me një herë vëmendjen dhe mund të lini një lidhje e bukur, por bëjini gjërat me maturi. Në punë do ju ofrohen mundësi të shkëlqyera për të avancuar. Mos hezitoni të pranoni ide të reja dhe të bashkëpunoni me kolegët. Buxheti kërkon shumë kujdes. Çdo shpenzim i panevojshëm mund t'ju krijojë probleme. Prandaj kurseni edhe ato pak lekë që fshihen mes detyrave të përditshme. Britsjapi. Ditë premtuese po ju pret. Për ju që keni një lidhje, sot harmonikja midis jush do rikthehet fuqishëm. Do kuptoni se kokëfortësia e kohëve të fundit nuk ja ka vlerëtur dhe do rilidheni me ëmbëlsi. Nëse jeni beqar, Jupiteri do ndriçojë horizontet tuaja romantike. Do takoni ditë që do ju bëjë të dridheni, prandaj përgatituni të jetoni emocionet e ëndërruara. Në punë do jeni ndër më të organizuar. Çdo projekt i nisur do t'ju jap rezultate të mira, por detyra e re mund t'ju kërkojë sakrifica. Megjithatë do dilni fitimtar. Buxheti ka për të qenë më i mirë pas kaq përpjekjesh mjaft të kujdesshme. Ruani qetësinë dhe vazhdoni të kurseni edhe pak nga pak. Ujori. Bëni përpjekje për të gjetur ekuilibrin që keni humbur ditët e fundit. Me pak sukses do keni për të parë që çdo gjë nis të marrë rrugën e duhur. Ju të dashuruarit do jeni më të balancuar, më të duruar dhe do ruani qetësinë mes debatit të mundshëm. Tregoni të hapur për ndjenjat, shprehini me sinqeritet dhe mos hezitoni të falenderoni atë që dashuroni. Beqarët, aftësia juaj për të joshur do jetë në nivele të larta. Mund të bëni për vete ditë interesant dhe të atmosferonit me karizëm. Në punë, sfidat do jenë të shumta, por me durim dhe përqendrim do i tejkaloni dhe do arrini në majat e karrierës. Buxheti do jetë i vendosur, shmangni shpenzimet e panevojshme, sepse vetëm me një plan të mirë menaxhimi do keni një situatë të qëndrueshme. Peshqit. Mos u nxehni për çdo gjë që ndodh sot, sepse duke reflektuar do gjeni zgjidhje. Hëna dhe dielli do jenë në favorin tuaj, duke ju mbështetur në jetën në çift. Në çift do ndjeni ngrohtësinë që keni kërkuar prej kohësh. Mos e lini asnjëherë partnerin të ndjehet vetëm. Beqarët, ndikimi i Venusit do ju luftë të tregoheni të hapur, shfrytëzojeni çdo ftesë, sepse mund të takoni dikë me vlera të larta. Punët profesionale do kenë momente sfiduese. Disa kolegë do ju vënë drejtësisht në provë, por qëndroni të fokusuar dhe mos u dorëzoni. Buxheti do jetë i prekshëm vetëm nëse e lini veten të lirë për shpenzime pa kufi. Tregoheni të arsyeshëm dhe kurseni në mënyrë që të mos ndjeni presion në ditët në vijim.